se jam okej kur flasim për qeverisën dhe kur flasim për këto, por kam përshtypjen që është një lloj huqe opozitës kur e gjuan targetin tek dialogu dhe tek, sepse në fakt kurti në dialogu tregua shumë i rezervuar, nuk është arriti marrëveshjet. Në fakt ne do të dojë ta kritikonin për mungesën e marrëveshjes. Pastaj ka një obligim Arian që quhet zajednicë, që quhet asociacion, të cilin pavarësisht që mund të bëj mund të duket në momentet e caktuar që ka pranuar, nuk e ka bë. Nuk ka bë asociacionin. Edhe kjo tek qytetari i zakonshëm, tek votuesi i zakonshëm, sigur e zbe mesazhin që pretendon ta dërgoj PDK-ja në këtë rast. Arben, unë po ta bëj një pyetje ty. Ligjin e shtetësisë. Kush e ka votu? Parlamenti i Kosovës. Parlamenti, cilat subjekte ka vendosur edhe lista serbe, po. A ka koordinim me listën serbe, as ka koordinim? A bë politik me listën serbe? A thotë unë me listën serbe takona, zbashkëpunoj, koordinona. Po mirë, ata mund të kenë ardhur për shkak të interesit të tyre. E ka votu vetëvendosja edhe e ka votu lista serbe. Pse ka votu? Çfarë agjende është? Është në rrugën për me forcu Serbinë mbrana Kosovës. Ja ka qel derën Serbisë me hi mbrana Kosovës. Me hi edhe me hi shumë e fuqishme. Kjo është alarm, kjo është shqetësim i madh, kjo duhet me qenë temë shumë e madhe e rëndësishme që duhet me u merr. Po duhet me qenë fokusi me e ndryshu edhe me ndal këtë kërcënim që i bëhet shtetit Kosovës, po flas 20-30 vite tashme. Mirë, po. Pse s'flet për bashkim kombëtar? Pse s'flet për Afrikën? Po këtu ishte në studio, unë tha nuk kam hequr dorë nga bashkimi kombëtar. Po. Po vazhdoj të më çdo ditë.